Në një rast, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam pyeti shokët e tij: "E tadruna mal ghibatu?" A e dini çfarë është përgojimi? Qalu: "Allahu wa rasuluhu a'lam." Ata u përgjigjen: Allahu dhe i dërguari i tij patjetër që e din më mirë. Qale, profeti alayhis salam vijoi: "Dhikruka akhaka bima yakra." Gibeti është të përmendësh vëllain tënd me diçka që ai nuk e pëlqen. Pa cilësuar tu është e vërtet apo jo. Pra në konceptin islam, gibeti apo përgojimi të bësh tash e thënë është kur shpreh diçka që e mërzit një person, ndërkohë që ai nuk është prezent. Pra shpreh atë jo në prezencën e tij. Ky është në fakt është një nga mëkatet më të urryer, më të mëdhenj dhe më të dëmshëm. Përgojimi është një sëmundje që ka të bëjë me jetën shoqërore. Përgojimi shkatërron vllazërinë, përçan shoqërinë, plagos zemrat, shkakton plagë që ndonjëherë kur nuk gjen shërim. Përgojimi bën shkrumbe e hi veprat e mira si namazi dhe agjërimi, siç ka thënë vetë profeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pra shkurt, përgojimi 1.001 të zezave. Ndër këto të zeza, gjejmë edhe mëkatet e shumta që regjistrohen me shumicë për këdo që bëhet pjesë e rrjetit të përgojimit. E thënë thjesht, së pari, kur përgojon dikë, ja shpreh atë një personi tjetër dhe fiton një pako mëkate për një herë. Nëse ja shpreh atë 2 personave, kjo bëhet 2 pako. Nëse këtë ja shpreh 10 personave, atëherë këto mëkate shumëzohen me 10. Të mos mendojmë që është një mëkat. Është një tërësi, një pako plot e përplot me mëkate. Se varet çfarë shpreh, sa shpreh, me çfarë inati, me çfarë mledhje e shpreh të tjerë. Varet nga cilësia. Së dyti, njëri prej atyre të cilëve ja kemi shprehur, ta zënë se ja shpërndau atë 10 të tjerë. Në këtë rast, i dyti merr mëkatet që unë me të parin, e dëgjoj gibeti thashëthemet e tij me vullnetin e tij të mirë. Gjithashtu, fiton edhe mëkati që ja tregon atë të tjerë. Në total, shtohen 10 pako për të parin dhe 10 për të dytin. Të janë plus për veprën e të dytit. I pari e bëri e mbylli, por vazhdon rrjeti. Këto janë kriteret minimale, ato që të gjithë ne dimë. Mund të ketë edhe më shumë mëkate, por më pak patjetër që jo. Gibeti është një ndër mëkatet që ka 2 aspekte. Është haku i Allahut, sepse je ka quajtur mëkat, të kur bën një mëkat, duhet të kërkosh falje Allahut për të meriton dëshkim. Dhe 2, haku i njeriu të cilin ke përgojuar. Për të shpëtuar prej mëkateve të gibetit, duhet istighfar. Astaghfirullah al-azim. Kërkoj falje tek Allahu azza wa jall. Duhet pendesë sinqert. Pendesë sinqert që do të thotë vendosmëri që nuk do ta përsërisësh më. Njëkohësisht, nëse Allahu të falë, ke shpëtuar prej dëshkimit të parë. 2. Është edhe haku i personit që kemi përgojuar. Duhet shkojmë dhe t'i kërkojmë atij ndjes duke ia bërë të qartë, në mënyrë të hapur se për çfarë kemi shprehur në lidhje me të. Dhe ai pastaj ta falë personin që ka bërë gibet, që ka bërë thashëtheme.